Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama është takuar me një grup ish themeluesish dhe ish drejtuesish të Partisë Demokratike, të cilët është gënjur nga qeverisja e kësaj force politike, kanë vendosur t'i bashkojnë Alternativës Socialiste për një rilindje shqiptare. Takimi është zhvilluar me kërkesën e përfaqësuesve të këtij grupi me bindje të djathta në zonën e Laprakës. E para që ka marrë fjalën në takim ka qenë artistja e mirënjohur Vera Elaçi, e cila ka thënë: "Unë sinën dua rilindje për të ardhmen, sigurinë dhe shanset e barabarta për fëmijët e mi. Unë si artiste dua rilindje për artin, që arti dhe kultura të transmetojnë vlera, të mbështetet, të stimulohet. Ne nuk mund të jemi më një kontingjent njerëzish që s'reagojnë për hir të idealit, sepse ideali vetëm është atë dheu, të cilit i duhet një rilindje." Një tjetër folës ka qenë edhe Gjovalin Mirashi, avokat dhe profesor i nderuar. Jam inspektori i parë i Partisë Demokratike edhe kryetari i saj i parë që në shkurt të natën ishit, mos sa data 10 të vitit natën, që kam edhe testën me vete për shkak sa si dokument. Dhe kam punuar vazhdimisht për 22 vite. Po duke me zhgënjë ky program i kësaj partie, unë sot do bëna pjesë e Partisë Socialiste. Edhe së bashku me lidershipin e saj, me në krye Edi Ramën, unë do punoj pa lodhur deri në fitoren e plot me 23 qershor të 2013. Kreu i PS-s Edi Rama, nga ana e tij, ka falendëruar pjesëmarrësit në takim dhe mbështetjen e Alternativës për një rilindje shqiptare, si dhe e ka vlerësuar vendimin e tyre si një akt emancipues për shoqërinë shqiptare. Është një akt emancipues. Është një akt për t'i thënë kësaj shoqërie se njerëzit nuk duhet lidhen përjetësisht dhe qorrazi ndaj partive, por partit duhet jenë të lidhura me njerëzit, duhet ju shërbejnë njerëzve, duhet t'i plotësojnë ato që njerëzit kërkojnë për t'i pasur njerëzit me vete. Ky është ndryshimi që ne duam. Ky është ndryshimi mes një shoqërie të prapambetur demokratikisht dhe një shoqërie të zhvilluar demokratikisht. Edhe ky moment, edhe ky akt, edhe ky kontribut që ju jepni është shumë më tepër se sa disa njerëz që vinë nga Partia Demokratike dhe nga djathta për të bashkuar me Partinë Socialiste dhe me përpjekjen tonë përbashkët për këtë rilindje, sepse është, siç thash, një akt emancipues që tregon se dhe tek ne këtu në Shqipërinë e ndar keqjas për shkak edhe të shkuarës komuniste, po fillon të fryjë një erë e re e kapërcimit të këtyre hendeqeve të mëdha që ka hapur politika e konfliktit dhe e mllefit që është ushqyer për fatkeq vimësisht nga kryetari i Partisë Demokratike. Edhe një gjë është e sigurt që me fitoren tonë dhe me shkuarjen e Partisë Demokratike në opozitë, dhe ata do rilindin.